divani këtë është pro, ka ndikim bukuria, ndërsa divani tjetër është kundër, jo nuk ka ndikim. Për herë të parë kemi 1-5, është e frikshme. Nuk e di sa mëndi keni ju, po atë. Ju, Flori, pse je ti këtu? Flori, ti. Ate, do t'i japim pa kohë Florit. Markot bëja të kështu, se po më Hajde, jepi Flori nise. Atëherë, si mund të thoni ju që 2 persona... Mund të ishin nga këta, o zemra imi shumë. Ende jo. Në mes të debatit, do t'a bësh. Tani, gjuat një histori, po ma bise që në ullande, që këta 2 janë dashur, dhe ka përfunduar bashkë, kanë 1 vit apo jo? 3 vite bashkë. Të fejuar. Tani, si mund thoni dikon pamer, kanë 3 vite bashkë, pra ti kur ke 3 vite me dikë, dhe vazhdon akoma, shikon vetëm anën e jashtme, dhe shikon vetëm bukurinë e atij njeriu, çfarë do që rrit 3 vite me atë, se nuk e marr vesh. Pra nëse ti te karakteri këtij, te ky person shikon vetëm bukurinë, problemi është te ty edhe ata janë karakteri, te bukuria, ku kalon te bukuria, pastaj ka çaluar një gjë. Nuk mos e prezanton veten si dikush që nuk je në fillim. Edhe pastaj Jo, prit ketë. Unë jam dakord me atë që nuk ka hajde bro. Nuk ka lidhje bukur. Hajde të Alma. Fjali ishte cituar aty që kam ra mirë edhe nuk du të ndryshoj edhe tim prano kështu si gjam. Ore, dashuria do të jesh komforter, dashuria do të jesh zonë e sigurt dhe e komforte, ka këtë veçori. E ka këtë veçori. Është personaliteti i asaj që ka bënë zgjedhje dhe koncepti i asaj është shumë i gabuar. Atëherë Flori ti e transformove historinë, sepse ne që jemi këtu pro, nuk jemi pro faktit që dashuria është sipërfaqësore dhe është vetëm aparenca. Jo, kur e ul aty. Fakti është, më dëgjoj të përfundoj, dashuria është për kushtim. Çfarë do thotë? Ti kur lidhesh me dikë, lidhesh sepse të pëlqen nga aparenca, nga personaliteti dhe personi, takimin e parë. Me kontaktin e parë ti shkove të pamën e jashtme. Ku ke 3 vite. Po më le të përfundoj. Ku ke 3 vite shkove të pamën e jashtme është problem me vajza që ti lidhesh ndryshon në personalitet dhe nga një vajzë ku ta di unë thjesht bëhet arrogante, ashtu ndihesh dikur ndryshon fizikisht dhe ja fut hapyre ka fund dhe ndryshon në aparencë, ashtu ndihesh dikur ndryshon në personalitet. Kjo do të thotë që unë kështu nuk do të thotë që unë gjykoj aparencën, kështu do thotë që siç u njohëm, unë kështu dua të vazhdoj, nuk dua të ndryshosh. Nuk ka lidhje pyreku, e mora si shembull. Pyreku në lushnje të rri në furrë. Dëgjoj pak Flori se është në ignorancë totale. Ti kur ke 3 vite me dikë, vazhdon akoma e trajton si ditën e parë që njohësh, shkon vetëm pamjen e jashtme? Po jo pra, po mos ndrysho. Si të njoha të dua. Ore si njoh të dua, por të dua ashtu. Okej. Unë kur erdha aty kishte argument tjetër, isha në sensin që nëse do shija dhe një shoqe që do ja kishte varë vetes etj etj, do ja thoja, po këta po e kthejnë ai shumë për pamjen fizike. Po pra, shëmtuar do ta lësh e kështu, tash nuk bie dakord me këtë. Okej, tani ti Julia një moment. Tani ti Juli u ndrove vet, por ti do shfrytëzosh edhe avantazhin tënd. E përdori për vete pra. Kështu që Juli, ky është momenti jot të zgjedhësh një person, mund të jetë Flori që do të thosh pro. Kështu që është momenti jot që ti të zgjedhësh një person. Po marr Fatosin këtu të më flasë këtu për bëreqe. Okej. Fatosi ndron krahun. Nga pro shkon kundër. Tani që po them diçka. Jam aq i zgjuar sa e dija që do më ndronte dhe unë mendoj kundër që ju nuk duhet të gjykoni dikë nga aparenca. Gjesi, okej, një moment të gjej pak Gjesi dhe kalojmë te Artemisa. Flori tha që si ka mundësi që pas 3 viteve ky personi që akoma aparencën. Nuk është thjesht kaq. Ai ishte dhe karakterin, që karakteri kur ky i thotë që hajde dhe shkojmë bashkë në palestër, kjo nuk do të thotë se s'jam rahat. Çfarë lidhje ka karakteri me shkollën palestër? Po lëre të tregoj timin karakter. Çfarë lidhje ka karakteri me shkollën palestër? Person është tregon për një person që nuk e merr mundimin të bëhet më mirë për veten e vet. Nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Për raspar, pastaj për partnerin. Nuk ka lidhje nëse një partner të do të pranon si që, se dhe mua më kanë thënë shko bë palestër, por kanë qenë justifikime të koti. Unë kam zgjedhur të hash byrek. Nuk ka të bëj. Ti para gjikon, ti para. Më prano me gjithë barkun tim. Çfarë pranon?
ti Çfarë pra mendoj? Me radh. në një lidhje partner, mos marr për gocën që janë keq, po marr për çunat. Partner mund të 300 kg. Sigur e thua për gocën që janë keq. Femra mund ta pranoj. Kjo s'mund që është okay. 300 kg nuk është Kush e ti ta vendosësh? Çfarë po thoni më? Kush e ti ta vendosësh? Më fal, o Kostian. Më fal. Po nuk rregullon se Me radh. Dietologe e ti. Dietologe Okej, e shpërndajmë pak. Si mund ta thoni që po çekë 300 kg, a nuk ka të drejtë dashurojej një person? Nëse partnerja e pranon këtë gjë, vetë ai s'do pranoj se nuk është shëndetshëm veten e tij. Ore, ky njeriu që thua ti. Nuk e thos Tomos, Po, ky njeriu që thua ti, po ma nuk e deformoj ta dëgjova, po mirë kuptoj. Ky njeriu që thua ti, nuk është ai do të jetë aq. Ai po mundohet të rregullohet dhe kjo bëhet do mundohet. Shiko, fakti që ka arritur rasht do thotë se s'është munduar. Po bëni body shaming, nuk është normale. Shiko, një moment. Ku mirë ti bëj, po nuk është kjo. Një moment, është body shaming. Jo, një moment, do të them diçka, një moment. Nuk mund që përmenda byrë. Atëherë, duke nisur që nga xhesianët të gjithë të ai keni dhënë një fjalë pyetje breku. Po flas apo? Se vetë për breku. E përmendi Artemisa, se përmenda unë. Thu që A përmende mund të ti. flasun? A mund të flasun? Apo jo? Hajde flasim për breku, marrim dhe klient Po një moment, po një moment ashtu i ka shëmbujt ai. Kujdes me mënyrën se si adresoni pjesën e body shaming. Nuk është vetëm fare. Nuk po them që po e bëni, por nuk po them që po e bëni, por kujdes. Ka ndodhur diçka që un kam qenë historikisht gjithmonë kundër. Dua të marr një shembull e grave të cilat ndryshojnë një pjesë e madhe e tyre para dhe pasi bëhen nëna. Po e marr këtë shembull sepse fizikisht një femër ndryshon shumë para dhe pas mundësisë të shtatanimisë që është shumë normale, është natyrore. Tani, femra në këtë rast nuk duhet ta lej veten pas dore. Pse? Mashkulli i cili është dashuruar me atë femrën është dashuruar patjetër për karakterin, patjetër për atë çfarë ajo është, por është dashuruar edhe me pamjen e saj fizike. 2 sekonda o Xhes, po lër ta mbaroj, se s'jen mendjen time. Tani ka diçka, pse meshkujt që i shkojnë në të 40-at, në të 50-at, fillojnë dhe trastojnë, sepse femrat fillojnë dhe lejnë veten pas dore. Kush e thotë këtë? Po të lër ta përfundoj tash jo Flori, ke çikon këtu po na bën prediksion, më lër ta mbaroj. Prediksion, po ky më fal. Ke fol çikos, tani më lër. Po pra më fal pak. Unë jam ulë te një divan i cili isha ul vetëm. Dhe normal që ndë mbroj temën time kur jam vetëm dhe prediksionet nuk mi tregon dot. Mbroje. Unë jam ajo lloj femri që dhe kur shkoj te marketi po shtëpis shkoj e kuruar dhe nuk e lej kur vetëm pas dore. Nëse unë një mashkull jam prezantuar si ajo femra e kuruar, nuk mund që një ditë të bukur të ndryshoj dhe të bëhem një femër që nuk e bën shumë. Një moment. Atëherë Xhesi, pse ky ndryshim kështu nga pranë kundër? Nuk e pranoj si argument faktin që kur femrat pasudhanisë kanë shëndet dhe ka ca muaj, do të thotë një vitin e parë që nuk e mbajnë të mjaftueshëm veten e tyre, se kanë dhe një qenie tjetër për të mbajtur për të kujdesur. Mos u theksoni në raste Po e specifike. mori tani. Vajza nuk është vajza. Unë mora disa raste, gjithë ka Dëgjoj pak te Genti. Një moment. Okej, mbaroj. Rasti i parë, rasti i dytë që unë kalova nga divani i andej vetëm sepse mendoj që vajza nuk ka ambicie për veten e vet në fare për ndryshuar përshëndetjen e saj. Por dashuria nuk është të thonë që unë të rri 24 orë e lyer me make-up e të bëj Photoshop. Ne kemi qenë kundër shërbimit. E kemi si parim që mos ja var vetes, po jo që po shkore ti duhet tratohesh kështu, mos ja var ndryshe. O Kostian, Dëgjoj pak Genti. po ka folë gjithë kam qenë vetëm më burr, kam qenë vetëm çfarë doni tani, kam qenë vetëm, ke folë 100 herë, kam qenë vetëm më burr. Flori do vite ti po sa të dëgjoj pak Po Genti. ke folë vetëm ti, kam qenë vetëm ti, çfarë do ti? Okej. Po si më vetë. Okej, dëgjojmë pak Gentin. Gent. Pavarësisht kish kuptimeve edhe trillimeve të temës që bëhet, unë kërkoj ndjes për atë që thash që në fillim edhe unë e kam të personaliteti i historisë. Fatosi po bjen kontradikt me veten e vet, sepse ti the dashuria do përkushtim. Edhe dashuria do patjetër përkushtim, edhe lidhja do përkushtim. Nuk është përkushtim vetëm pamja fizike. Po, Nëse i dashuria ka si kritere dhe pamje fizike, do ja plotësosh si dëshirë. Po nuk është problemi tek kilogramët, se po e theni vetëm te kilogramët. Nuk është vetëm te Mund të ndodhi. Është në përgjithësi. Pra jo nuk kurohet më lëre dhe shëndetit. Artemisa. Nuk kurohet më, e ka lënë veten pas dore totalisht. Ku e dim ne që kjo goca
nuk kurohet më se mendon që ka gjetur mashkullin e vet, mashkullin e ëndrave, dhe është aq i rehat me atë, dhe mendon që e pranon aq shumë sa që nuk ka nevojë as të rregullohet Po fare ai për ka atë. si kriter, more, do ta shohë të dashurën e vet të duket Të bukur. dashurën e vet ai nuk e ka marr për vitrinë, nuk ka dyqan ta nxjerrë në vitrinë dhe ta reklamoj si të bukur. Po ti ke disa Kur ti e takon dikë për herë të parë, e shikon nga aparenca. Kur ti ke 3 vjet me dikë, aparenca shkon e fundit të radhë. Ti shikon karakterin, shikon sjelljen me ty. Shikon gjithmonë. Unë kam si kriter, i dashurit dua që të duket bukur. Nuk mund ta lejo që i dashuri. Ka zënë rehat, ta lej veten të ndali me pijame jashtë. Po Xhesi Nuk ndaj lejoj. I dashuri im, siç edhe nëse do isha mashkull, e dashura ime duhet të kurohet të ta mbaj Okej, një moment. Artemisa. Si ditën të Artemisa, një moment. Për mblidhjes jemi në 3 minutën e fundit. Kemi Julin dhe Fatosin. Patjetër që të gjithë duan që ai që ka në krah vet dhe ai që ka krah të duket bukur. Por bukuria nuk është vetëm aparencë, nuk është ajo që shikon. Bukuria fillon nga karakteri, fillon nga sjellja me ty, pastaj kalon te aparenca. Kur një njeri sidoqoftë ai, ti e do, ai në sytë tu ndryshon, bëhet njëri tjetër. Kur nuk e do më fillon e sheh prap ndryshe. Pra, bukurinë ti e trajton nga sytë tu dhe nga ajo që ndjen ti për tjetrin. Kështu trajtohet bukuria në marrëdhënie. Nuk trajtohet si është Se kam 3 orë që dua të flas. Faton se nuk e fol. Dashuria, ragazzi, nuk është lineare dhe siç nuk është as jeta, nuk është fush me lule, nuk do thotë që ti gjithkohës do jesh njësoj. Si në karakter, si në personalitet, si në rrethanat që cill jeta dhe në aparencë. Dhe në momentin që ti sheh të dashurën tënde që ka një ndryshim, nuk po kujdeset e vetja, unë gjithashtu mendoj që dashuria nuk janë dhe ato flutrat dhe stomak, po do thotë të ndihesh rehat me partnerin që ti ke. Të ndihesh rehat do thotë të jesh dhe ashtu pa make-up, dhe pa ato qërpikët falso, të jesh edhe ku ta di unë zbathur, por e kuruar, Jo. në luk. Unë ty në qoftë të dua me gjithë shpirt të dua edhe zero, si s'te ka bërë Ska bëj fare. Ju brezi i ri, ju brezi ketçapit, brezi byrekut, po e bëni dashurisë, po është vetëm fizike. Nuk është vetëm fizike. Ti s'e ke provuar ç'është dashuria. Keni marr njerëzit në qafë. Ti kurohesh se ke frikë se do të tradhtoj. Dëgjoj pak, ti kurohesh se ke frikë do të tradhtoj. Ti kurohesh sepse do të jesh si ai çmimi që ai mban në shtëpi. Jo, s'është dashuria. Dashuria një përqafim në Ndaloni, së ngrëni byrek lushnjë është shumë e rëndësishme, ju lutem. Përmbledh byrekët e lushnjës janë shumë dakord me Fatosin dhe Florin që thonë që pas sa vitesh në lidhje, aparenca nuk është kryesore, po fër nuk do të se fund aparenca. Se duhet mos harroni, duhet mos harroni. Pra, duhet mos harroni që një lidhje mban me pasionin. Dhe sado që mund të toleroj që i dashurim për një farë kohe, në një fazë të jetës, të mos jetë shumë nga aparenca sepse është shumë rahat me mua, mund të toleroj të gjë për herë. Pra njeriu ka mundësi në shtëpi që është rahat, që rime këmbë përpishëm banë e djerës, po një me kaluat në nivelin zë. Kalon njëri të djerës, anti-djerës a bën 2500 lek. Nuk ka ngel njëri për anti-djerës. Me radh, po. Për pjesën e shtatzanit, nuk thash në asnjë moment gratë të cilat pa shtatzanit shtojnë kile se këtua Xhesi e kisha në faktin që në një kohë fa gjatë, gratë pasi bëjnë nëna dhe kapin të 40 ato 50, lejnë veten pas dore dhe kjo nuk duhet të ndodhë sepse vetja është po aq e rëndësishme. Okej. Bravo, bravo brekët e lushnjë. Bravo për gjithë iniciativën. Jo, ko të fiksova me byrek. S'mun ka mund me byrekun. Po vjen era byrek.